Rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Trepçës dhe Golden Eagle Yllit. 62-21 pas 20 minutave të para, shohim më i miri Kenny Hasbrook me 21 pikë, performancë briljante e tij, 5 për treshe, 4-4 nga gjuajtjet e lira, teksa vetëm një herë ka huqur sonte 2-1 në tentimet për 2 në anën tjetër. Më i miri edhe sonte tek Ylli Scott Bamford me 14 pikë, ndërsa 12 pikë tjera i ka shtuar Erion Kastrati. E kontrolloi definitivisht Trepça gjithë pjesën e parë, pati e përsin edhe deri në plus 24, ndërsa e pam skuadrën e Golden Eagle Yllit që maksimalisht po munduhet të rikthehet në lojë. Megjithatë, loja sonte e Trepçës po funksionon në mënyrë perfekte në çdo aspekt. Fletë dhe vetë rezultati, kjo ishte e parapartë të jetë ndeshja më interesante dhe derbi i kësaj gjiroje. Megjithatë, emërsia e thellë është në anën e skuadrës Mitrovica, se po shpresojmë që ky pushim t'i ketë bërë mirë skuadrës së Golden Eagle Yllit, të shohim më tepër rivalitet normalisht dhe përgjigje nga skuadra e Golden Eagle Yllit. Scott Kastrati. Scott. Vjen tentimi për treshe, nuk është i saktë, topi në duart e Akili Winning. Jones. Gjuan e realizon në kosh. Sean Jones me pikën e 5 të tij. 64-21. Bashic. Bashic bukur tek Huffman, e cili ndalet me faul nga Hasbrook. Nuk le lejon pikët e lehta Sean Jonesit, Kenny Hasbrook, më falni, Huffmanit, i cili në pozitat ku po e merrte topin në kosh. Kryesisht aksionet i përmbylli me ngulitje. Bashic ndalet në gjysmë distancë. Mbetet e shkurtër gjuajtja e tij, topi ishte në duart e Mushicit, teksa Akili Winning bllokohet nga Brandon Huffman. E shohim edhe një herë blokadën e Huffman. Nuk ja lejon pikët Winning. Do tjetë anash dhe do tjetë Hasbrook i cili ta rikthen në loj. Jones. Amzil. Faul i Erion Kastratit. Paraqitje mjaft e mirë edhe Erionit. 6-5 nga loja, vetëm një herë ka huqur 2-2 për treshe, 3 herë ka qenë saktë në tentimet për dyshe nga 4 tentime. Hasbrook, Khaled Mushic, pranti është Lovro Bashic. Shkakton faul këj fundit ndaj Khaled Mushicit. Pati kapje. Teksa ankohet për këtë trajneri Pak Olmos. Mushic ta rikthen topin në loj. Winning ndalet për 3 pikë, realizon Akili Winning. 13 tentime të Trepçës për treshe, 9 treshe të qelluara. Qindje fenomenale Mitrovicas dhe shini mbrojtjen e Hasbrook. Po shkon te Kastrati. Gjuan mbetet i shkurtër. Era e dytë vetëm që nuk arrin të realizon Erion Kastrati. Teksa ka faul topi do t'i takojnë skuadrës Trepçës. Është në duart e Akili Winning, i cili tashmë bëhet lojtari i tretë me pikë shifrore 11 sosh. Mbrojtje mirë e Scott Bamfordit, i cili ndalet edhe me faul.
Shojmë edhe njerë. Kjo ishte goditja e Sean Jonesit ndaj Bamford. Do t'ullet Jones e në loj është Dardan Kapiti. Edhe aj me një paraqitje fenomenale, 13 pikë të ti. 7-5 nga loja. Luft për atop. Bashic. Mbetën të shtrirë të Mushiqe. Kastrati. Dy miq të mirë, cilët një pjesë të gjatë të karierës e kanë kaluar së bashku. Duke që gjithçka në rregull është me Mikajlët Mushiqin, topi në duart e tij. Amzil e ka presionin e Rion Kastratit. Hasbrook, afër tij Scott Bamford. Kenny Hasbrook. Do gjuan edhe njerë për trishe, hira e parë që huq, por nuk ka probleme, është aty për ta përmirësuar Dardan Kapiti me kërcimin e tij të dytë në sulm dhe pikën e 15 për 69-41. Topi tek Hufman, i cili ndalet me faul e blokon Dardan Kapiti, por me personale e dyta e tij sonte. Ne shojmë edhe njerë në toj winning që t'ja vjedha top, mes dhe nga prapa erdi Kapiti që ndali me faul. Vazhdon diskutimi i Bamfordit me trenerin Paco Olmos. Nuk e qëllon Hufman në gjuajtjen e lirë. As të dytën nuk e realizon. Hufman, i cili e përmenda në fillim që ka përqindje të dobët nga vija i gjuajtjeve të lira, 56% saktësi këtë edicion. Winning, ndalet, e këthen topin të Amzil, me gjitha të mbetet me top në duar, nuk do të pranohet. Kjo treshe vonë shkoj pasimi të kaj. Kështë e përfunduar kuaja aksionit të skuadrës Trepqës, të cilët e ka nisur pjesën e dytë me seri prej 7-0 për të e krijuar edhe përsin më thellë sonte prej 28 pikëve. Faul i Mikajlët Mushiq, i cili merë vrejtje, nërsa e pam dhe shojmë Drilion Ajrizin që tenton ta qetëson Mikajlët Mushiqin. Kjo është personalja e Mikajlët Mushiq ndaj Scott Bamfordit. E nervozon goxha shumë kjo gjët Mushiqin, i cili protestoi me njerë dhe mori vritje për atë veprim, teksa Scott Bamford është i sakt. 3-3 nga vija i gjuajtjes së lirë, 15 pikë të tij. Edhe një realizon. Jackery Payne do të kthehet në lojë. Akili Winning ullet për të pushuar vetëm pikë të para të skuadrës së Golden Eagle Yllit në pjesën e dytë, kur kanë kaluar 3 minuta e gjysmë tashmë. Kapiti tek Amzil, është një mismatch me Scott Bamfordin. Ka faul. Topi do t'jetë anash, shojmë edhe njerë po e kërkon të topin Amzil. Pasi vrejti që pranë ti është Bamford. Jackery Payne. Mikajlët Mushiq gjuan për 3, nuk është i saktë, tentoi që të marrë dhe njerë vërsimin në sulm Dardan Kapiti. Shojmë kundër sulmin e skuadrës Golden Eagle Yllit.
Erion Kastrati nuk qëllon për 3 kësaj radhe, kthehet ai top në duart e Brandon Hoffman, asaj nuk qëllon nga afërsia. Bitet 69-43, Amzil në anën tjetër realizon për 3 pikë. Fenomenal Mitrovica si 15-10 për trishe, 72-43. Antoine Scott tek Hoffman, i cili kësaj radhe arrin të realizon 72-45. Kapiti tek Hasbrook, Amzil edhe njerë në mismatch. E hum topin, Bashic, Kastrati, Antoine Scott. Ndalet, ka kthyer topin tek Lovro Bashic. Topi tek Hoffman, i cili edhe njerë qëllon. Do tjetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë, kërkon zëvendësim giganti Brandon Hoffman. Është lodhur goxha shumë dhe për atë përgatitet të futet në lojë Liz Shoshi, teksa kthehet në lojë tek Trepça Sean Jones. E qëllon edhe gjuajtjen e lirë. Brandon Hoffman do të ullet për të pushuar. Liz Shoshi kthehet në lojë. me 48. 13 pikë të Hoffman. Tmushic, Jones, Kapiti, Hasbrook, nuk ka treshë kësaj radhe. Bamford, Antoine Scott, Kastrati. Erion Kastrati, edhe njerë dhe këta ndobin tek Scott Bamford, i cili ndëshkohet me teknike për simulim apo flopi, pasi gjuajti për 3 pikë. Dhe në vjen e gjuajtjes së lirë është Kenny Hasbrook. E shohim edhe njerë momentin. Teksa Hasbrook nuk huqën nga vjen e gjuajtjes së lirë. Po ja sqaron në këtë moment gjyqtari Artan Gashi Scott Bamfordit, i cili protestoi ashpër për këtë. Pati kontakt Kapitit ndaj tij. Megjithatë, unë dëshkua për flopi Scott Bamford, 73-48. Rastin e njëjtën patëm edhe mbrëm në Prizren, kur Adrio Bailey unë dëshkua pikërisht me teknike për flopi, ndërsa ai edhe u diskualifikua pasi pati edhe faul jo sportiv. Aksion mjaft i bukur për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Erion Kastrati realizon dhe ndalet edhe me faul. 14 pikë të Kastratit, i cili do t'jetë edhe në vjen e gjuajtjes së lirë. Nuk e nisi mirë ndeshjen pikërisht me 2 gjuajtje të lirat që nuk i qëlloj, por tashmë është në kuotën e 14 pikëve. Kastrati e qëllon edhe gjuajtjen e lirë, 15 pikë të Erion Kastratit. 73-51. Topi tek Jackery Payne. 2 asistimet të tij sonte ende pa pikë. Megjithatë, e dim që ka munguar një kohë të gjatë për shkak të lëndimit. Jackery Payne bukur e këta ndovin tek Mikajl Tmushic, i cili realizon për 3 pikë.
Treshja e tretë e Mikajlit Mushriqit, pika 11, 76, 51. As në pjesën e dytë, Trepça nuk po e lejon që Ylli të shkrien rezultatin, teksa skok Bamford qëlloj nga vija gjuajtjes së lirë. Topi do të takojnë skuadrës së Golden Eagle Yllit. Duke që do të kemi rishikim të rastit, Winning pretendoj që nuk ka luajtur i fundit, teksa trajneri Trezeqiri ka kërkuar challenge. Do të rishikojmë edhe një herë. Të repam edhe njerë rishikimin e rastit të fundit. Ishte dueli. Fakt, momenti kur Antoine Scott i bëri presion Akili Winning, i cili si pas gjyqtarëve ka luajtur i fundit dhe topi takon skuadrës së Golden Eagle Yllit. Bashish do të tenton edhe një për një treshë të largët. Nuk arriti të realizon. Mbetet 76 me 53. Në anën tjetër, as Jackery Payne nuk qëllon. Betet edhe më tej rezultati njëjtë. Bukur ai top tek Erion Kastrati, kësaj radhe nuk qëlloj, teksa presioni i Antoine Scott nuk ka realizuar, por pikët do të pranohen. E ka prekur duket tabelën Amzil. E shojmë edhe një herë. Bashic do të ullet, Arjan Qallaku do t'jetë në loj. 7 asistime të Lovro Bashicit, edhe pse nuk ka qëlluar asnjëherë. 2 kërcime e 2 topa të vjedhur. Winning. Amzil, pranë tij është Antoine Scott. Ka shkaktuar faul në sulm Mustafa Amzil. Dy minuta e 6 sekunda deri në përfundim tashmë të qerekut të tretë. Një qerek që është i barabartë 14 me 14, por pjesa e parë dominuese e Trepçës ka ndikuar në këtë avantazh të Mitrovicasve. Bamford ngatruhet me top e gjen gjithsesi Erion Kastratin. Sean Jones pranë tij, Erion Kastrati realizon edhe njeri sakt. Erion Kastrati me pikën e 17 të tij. Nësi të shohim Erionin në paraqitje të mira të tilla. Bukur ai top tek Antoine Scott, i cili nuk arriti të realizon. Jones tek Patën Tuna, i cili e kthen topin tek Akili Winning. Ndalet për 3 pikë. Nuk është i sakt Liz Shoshi. Më i larti në kërcim. Trajneri Paco Olmos kërkon që të ndalet skuadra.
shkojnë me sulme të zgjatura. Dhe shkojnë tek Lis Shoshi, cili ndalet me faul. Në vjen e gjuajtjes së lirë, Lis Shoshi sonte luan me 2 pikë, 4 kërcime, 2 asistime. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë, hera e parë që ndodhet në pozitën e gjuajtjes së lirë. Të dytën e qëllon, pika e tretë e tij, 76 me 58, tashmë 23 sekonda deri në përfundim të çerekut të tretë. Faul i Kastratit. Personalja e 4 është e Erionit ndaj Mustafa Amzil. Kemi zëvendësim Zemërina do t'jetë në lojë. Ullet Erion Kastrati, 17 pikë të tij. E qëllon Amzil tentimin e parë. Pika e 8, saj ka edhe 8 kërcime. Edhe në të dytën është i saktë 9 pikë, 8 kërcime, 2 asistime të Mustafa Amzil. 78-58. Bamford, dalet për treshe, nuk është i sakt, topi do të përfundon jashtë. Do të kemi zëvendësim tek Ylli. Bashiq është në lojë, ullet edhe Scott Bamford. Sekundat e fundit të çerekut të tretë. Winning. Edhe të Kelly Winning, shkan me sulm të zgjatur, 8 sekonda të këtij sulmi të skuadrës Trepçës. Jones tek Winning. Të tjenë sekundat e fundit. Mikajlet Mushic, gjuan në sekundat e fundit të aksionit, nuk arrit të realizon. Me gjithatë 30 minutë që mbyllet me përsipër 20 pikëve të Trepçës. Ndërsa po e shohim një çerek i tretë më i mirë i skuadrës së Golden Eagle Yllit, 17-16 në të mirë të Zerandasve. Megjithatë epërsia e krijuar në pjesën e parë i jep komoditetin Trepçës, ku në 10 minutën e fundit po hyn me epërsi prej hiç më pak se 20 pikëve. Rikthehemi pas pak me çerekun e katërt.
78-58, po hymë në 10 minutën e fundit. E vërsi e thellë Mitrovica se të shojmë ato të arinë të Rondasit bëjnë diçka më tepër në këtë 10 minutë. Patën paraqitje më të mirë në çerekun e tretë, krahasuar pjesës së parë. Çerekun e tretë mbyllën me rezultat 17-16. Si prej një pike. Ndërsa do të shojmë ato të arinë të bëjnë diçka më tepër. Amzel arrin të qëllon edhe një herë, edhe për të tashmë 11 pik, 5 lojtarë të Trepça me pik 2 shifrore, teksa ka faul nga Hasbrook, personalja e tretë e Hasbrook, i cili ka 22 pik, 21 pik i kishte në pjesën e parë. Dhe pati saksi perfekte për Treshe 5-5, me gjithatë në pjesën e dytë nuk arritit dhe vazhdon atë performancë, 2 herë gjuajti për 3, 2 herë gaboj. E në anën tjetër, qëllon për 3 pik, Antoine Scott. 8-10-61. Hasbrook. Vjen ndërtimi për Treshe, edhe nga Winning për të përgjigjur nuk arriti të realizon, por është Mustafa Amzel me kërcimin në sol. E kthen tubin Mikajlet Mushiqi tek Mustafa Amzel, edhe një tjetër Treshe e ti. 3-2 në tentime për Treshe, 14 pik, 83-61 i përgjigjet Treshe së Antoine Scottit, cili ka tubin tashmë e përpara e ka Amzelin. E hum topin, dërsa në kundërsojnë daljet me faul. Akili Winning, Lovre Bashić është ai i cili ka shkaktuar faul, nuk ja lejon pikët do t'jenë 2 quajtje të lira. Megjithatë, trajneri Pako Olmos reagoi me njëherë. 1 minutë gjysmë vetëm ka kaluar nga çereku i 4 dhe e ndal lojën. Nuk i pëlqen se si startoi ekipi i tij në 10 minutën e fundit. Shohim si do të rrjedhin gjërat pas këtij pushimi që ka kërkuar trajneri Pako Olmos. Vjen e quajtjes së lirë është Winning, pastaj timeoutit të kërkuar falin të trajnerit Pako Olmos, i cili nuk ishte i kënaqur me 1 minutë e gjysmë sa ka kaluar në 10 minutën e fundit me paraqitjen e lojtarëve të tij. Përsa të shohim a do të arrijë kësaj radhe të i realizojnë ato se çka ka kërkuar Olmos. 85-61 Bashić. Bukur shkon ai top tek Arjan Çallaku, i cili realizon. Topi vjedhur i Scott, megjithatë nuk shkon ai top tek Lovre Bashić. Hasbrook.
Do të tenton për 3 pikë. Nuk është i sakt. Kujtet tek Mikajlet Mushiqi, i cili ndalet me faul nga Antoine Scott. Mushiq tek Jones. Winning. Mikajlet Mushiq. Dyvishohet. Arrin të mban përëndësinë e topit Mikajlet Mushiq. 3-3 deri në përfundim të sulmit të skuadrës Trepçës. Kenny Hasbrook nuk ka problem. Mjaftueshme i ka këto sekunda për të liruar, gjuajtur e realizuar. Treshja e ti e 6 sonte dhe pika e 25, 88-63. Dhe shojmë edhe një lëvizjen e ti mashtruese dhe realizimin e Kenny Hasbrook. Ranga mbrojtja Lovro Bashic ullet me njerë për të pushuar. Kthehet në lojë Scott Bamford, bukuraj top tek Antoine Scott, është Arjan Qallaku edhe njerë në kosh. Pika e 4, Qallaku, 88-65. Faul nga Bamford, i cili me njerë shkaj tek Hasbrook. Me një sjellje fair play dhe sportive, shohim as gjatë edhe dorën duke i kërkuar falje. Dy më të mirët në fush, Scott Bamford tek ylli e Kenny Hasbrook tek Trepça. Nuk arriti ta pranon pasimin Sean Jones. Topi humburi Mitrovicasve. 11 topa të humburi ka Trepça, 10 ylli. Shini mbrojtjen e Mikajlet Mushiqit. Akili Winning nuk arriti të e kontrollon top mirë Akili Winning. Do ta shohim edhe njerë, i rëshqiti topin nga Duart, e humb topin Winning. 88-65. Shoshi tek Qallaku. Bamford dhe njerë Qallaku. Antoine Scott do të ndalet në gjysmë distancë, realizon. Pika 10 e Antoine Scott, lojtari i 4 tek Golden Eagle ylli me pikë shifrore. Mushiq tek Dardan Kapiti në kosh. Nuk arriti të realizon Kapiti. Shojmë edhe një herë 15 piki ka sonte. 8-6 ishte nga loja. Tashmë është 9-6 teksa 4-4 nga vija e gjuajtjes së lirë. Vetëm 2 herë ka huqur sonte në tentimet për dyshe dhe 1 herë ka tentuar për 3 pikë Dardan Kapiti. Tashmë e qëllon Trepça dhe pikën e 90 për 67. Përballë 67 Golden Eagle yllit, ku janë edhe 6 minuta lojë deri në fund. Bamford, para ti Mikajlet Mushiq. Liz Shoshi, të i me tabel, por nuk arriti të realizon, e kontrollojnë topin Mitrovicasit. Mushiq. Kapiti, Ilir Winning. Gjuan, nuk është i sakt. Dardan Kapiti e merë kërcimin në sol.
Tmušić në anën tjetër tek Sean Jones, edhe ai tenton për treshe, asaj nuk e qëllon, kësaj radhe nuk qëlloj në kosh. Dardan Kapiti për ta vazhduar sulmin, teksa aksioni bukur i Therandasve, asistimi prapa shpine i Scott Bamford e gjeti plotësisht të lirë Lis Shushin, i cili me ngulitje mbyll aksionin, ndërsa kemi zëvendësim të trefisht Antoine Scott, Gzim Orina dhe Lis Shushi ulen Bashic, Hufman e Erion Kastrati ktheje në loj. Pas Scott Bamfordit, dy më të mirët, pra Hufman dhe Erion Kastrati, e kthen në top tek Dardan Kapiti, Sean Jones huqi, por edhe njerë e mori kërcimin në sul, teksa Kenny Hasbrook nuk ka të ndalur sonte. Në anën tjetër realizon në kundër sul Brandon Hufman, daljet edhe me faul nga Mikhail Tmushici, e shojmë edhe njerë. Do t'jetë Hufman edhe në vjen e gjuajtjes së lirë, 15 pikë të ti, 6-3 nga vjen e gjuajtjes së lirë. Huq edhe njerë. Tmušić. Patën Tuna do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit për 3 pikë, nuk arriti të realizon. Erion Kastrati e mori atë. Ndaljet me faul Scott Bamford. Personalja e 4 është e Hasbrook. Hufman. Arjan Qallaku bukur shkan deri në fund për të realizuar edhe njëherë pika e 6 dhe vazhdon tjeti pagabueshëm edhe Qallaku. 3-3 nga loja në të 2-73. Kapiti të Hasbrook. Dardan Kapiti, Amzil, Mikhail Tmushić, ndaljet për 3. Aksion perfekt i Trepçës. Vjen treshja e radhës nga Mikhail Tmushić, pika e 14 e ti, treshja e 4 nga 6 tentime. Topi tek Hufman i dyvishuar, realizon edhe njëherë. 17 pikë të Hufman, 95-75. Problem të shkrihet kjo e përsia prej 20 pikëve e Trepçës. Sa do që po mundohen skuadra Golden Eagle Yllit, po vjen përgjigja me njëherë e vendasve. Tmushić. Në realizimin para prak të Bamfordit, pika e 20 e ti. Mikhail Tmushić lufton për atë, Patën Tuna. Me gjithatë, topi do të takon Golden Eagle Yllit të eksa zëvendësohet Arjan Qallaku. 12 minuta luajti sonte Arjan Qallaku. Teksa ullet në anën tjetër edhe Mikhail Tmushici. 14 pikë të Tmushić. Hufman. Scott. Bamford bukur tek Brandon Hufman, i cili realizon edhe njëherë i sakt, giganti Brandon Hufman, 19 pikë të ti, 95-79.
Amzil tek Batentuna. Mustafa Amzil ndalet për 3 në sekundat e fundit të aksionit. Shohim 2.1. Kjo është mbetur dhe në fund sulmit të skuadrës së Trepçës nuk arriti të realizon mundësi për Theranda si të afrohen edhe më tepër në rezultat kur po i afrohemi fundit. Tashmë kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Edhe në këtë qerek më të mirë janë mysafirët 21-17. Erian Kastrati gjuan nga një pozitë e vështirë, realizon edhe një herë. Erian Kastrati 19 pikë, 95-81. Winning edhe një nga trohet me top. Hasbrook. Pranti Erian Kastrati gjuan, nuk arriti të realizon. Hufman është më i lartë në kërcim. Kastrati ndalet për 3 pikë, nuk është i saktë. Erian Kastrati tashmë kur po kemi hyrë në fakt në minutën e fundit, edhe pse gjuajti për treshe, e pam për krahjen e Pako Olmos për Erian Kastratin, i cili e pati një paraqitje mjaft të mirë sonte ndaj ish skuadrës së tij. 19 pikë të Erian Kastratit dhe pikërisht kjo përkrahje e trajnerit Pako Olmos duket që ka dalë të jetë vendimtare që të shohim një ngritje të tillë në performancën e Erionit. Winning bukur tek Batentuna që gjuan për 3 pikë. Realizon për 98-81. Trepça do të arrijë fitoren e radhës. Fal një pjesë të pashpërthyese, krijoi edhe përsi deri në plus 29. Dhe sa do që u mundua skuadra e Golden Eagle Lyllit, duke ju afruar fundit, rikthehet të bën diçka më tepër, megjithatë performancat cilën e ka treguar skuadra e Trepçës në pjesën e parë ishte e mjaftueshme për të e regjistruar edhe fitoren e radhës në kuadër të Pro Credit Superligës. Më i dalluari tek Trepça, Kenny Hasbrook me 27 pikë të qelluara, 9-6 për treshe, u ndihmua edhe nga Dardan Kapiti me 17 pikë, 16 pikë nga Winning, 14 të Mikajlet Mushriqe, 14 i pati edhe Mustafa Amzil. Në anën tjetër tek Golden Eagle Lylli, më i miri është Scott Bamford me 20 pikë të qelluara, ndërsa u ndihmua edhe nga Brandon Hufman që u ngrit nga banka rezervë me 19 pikë, si edhe Erian Kastrati, i cili pati paraqitje fantastike me 19 pikë tjera. Po i shohim edhe statistikat gjatë qeregëve, pjesa e dytë më e mirë e Yllit, por e pamjaftueshme për fitore. Rikthehemi pas pak me intervistat.
tashmë jemi këtu edhe me trajnerin e skuadrës Trevqes Petrezecirin, i cili sonte ishte në vend të trajnerit Adis Beqiragish. Megjithatë, një pjesë e parë me të vërtet perfekte, gjithçka shkoi mirë dhe pavarësisht faktit që në pjesën e dytë Ylli e kontrolloi ndoshta pak më mirë, por ajo epërsia e krijuar dhe loja e treguar në pjesën e parë duket që ju ka mjaftuar për këtë fitore. Sa jeni të kënaqur me paraqitjen? Po, jemi të kënaqur sidomos me pjesën e parë. Ashtu si thatë edhe ju, i kemi vetëm 3 turnovers. Në sulm kemi qenë jashtëzakonisht të mirë në përqindje për 3 pikë, ku në fund rezultoi 30-15, sa e di unë 45 pikë i kem shënu nga 3 pikë me një taksi mjaft prezident. Kem pas mbrojtje mjaft agresive, mjaft mirë. Ku edhe 2 poena i kemi jap. Pavarësisht që kem pranu dhe i ka ashtu si 15 turnover. Atëherë, për shkak të problemeve teknike me mikrofonin, na u ndërprej intervista me trajnerin Petrezecirin. Ishit kënaqur me pjesën e Qerekun e tre, për pas kësaj kishim vetëm 3 topa të hupëm, që kontrolluam sulmin mjaft mirë, ajo tregon, kurse qerekun e 3 dhe 4, mendoj se erdhe edhe të lodhja, kishim një roster më të shkurt, kështu që pas asaj erdhen edhe deri te ato turnovers, ku nuk arritëm të kontrollojmë lojën në qerekun e 3 dhe 4, mirë po ajo epërsia e qerekut parë dhe dytë na ofroi një komoditet që të ruajmë atë epërsi deri në fund dhe të shkojmë si të them më të qetë në qerekun e 4. Ju pret një ndeshje ndaj Borrës. Borra deri më tash do thotë në gjysmëfinale të kupës. Deri më tash kishte edhe Borra një ecori perfekte dhe po tregonte lojra mjaft mira, megjithatë ata sonte regjistruan edhe humbje ndaj skuadrës Vllaznimit. Po gjithsesi këto lojë të kupës janë gjithnjë të vështira. Çka mund të presim nga ajo përballje? Po, sigurisht se do t'jetë lojë e vështirë, ashtu si thatë ju, për kupë nuk ka secila ekipë në Ligën Kosovës mund të mposhtë secilën ekipë, edhe ajo dëshmu, Borra ka qenë në një formë mjaft mirë, 5 fitore për post kësaj sonte, edhe ka hupre një Vllaznimit i cili është në Gjakov mjaft ekipë 20% më e mirë se sa zakonisht, kështu që nuk ka në asnjë befasi. Do t'jetë lojë e vështirë, do të përgatitem si çdo lojë, si për kupë, si për kampionat, ashtu maksimalisht duke i respektu në maksimum.
Faleminderit shumë trajner, suksese edhe në vazhdim. Faleminderit. Atëherë ishim me trajnerin Petrit Zeqiri, për pak çaste presim edhe trajnerin Pako Olmos. Coach, not an easy match tonight. You didn't started good. Right now, Trepça is really playing good basketball. They are, I think, in one of the best moments of this season. And since you came, you're trying to fix some things in your team. What went wrong in the first half of the game? Because in the second one, you tried to manage, but you couldn't come back. Well, the first is say congrats to Trepça because he deserves win. That's the first. Second, I say sorry our fans. I'm only here 10 days, but it's unacceptable. Our first half is unacceptable. When you play basketball, when this competition is a strong competition, the first is compete, intensity, energy, fighting. And we not do nothing in the first half. In the first half, Trepça play 5-0 in offense. He do whatever he wants. And we defense in offense with turnovers and any clear focus. I'm not happy, but it's today in the second half we compete. Some players, I hope I understand the attitude with the first half, don't play with me. We need, and it's very, very important, complete the roster. We need players. I come here to fight to win a championship to Sugareca, and obviously I think it's not the whatever coach or whatever player. We need to a top roster to compete. We need improve practice, but we need change the mentality. Really, in our 50th anniversary, we are right to the moment the playoff. We want important team to do to fight with Trepça. Right now, Trepça is 2, 3, or 4 steps behind us, and I want to ride the moment that we Trepça this year in one moment. Coach, why do you think that that happened? Your team, how you're saying they didn't fight in the first half, and why do you think this thing happened to your team? Really, I don't like the excuse. It's true that right now we have for practice 7, 8 players. That's a matter. I don't understand, because if you understand, it's my bad. Yes. I don't understand what happened in the first half, but for me it's okay because I learned some things in the first half about my team, and I hope some players change the switch off on, because this is a strong league, Kosovo, Super League Kosovo. Thank you, Coach, very much, and good luck in next games. Thank you very much. Atëherë ishim me trajnerin Pako Olmos, shkurt për përmbledhje atë se çka tha që fillimisht e uroi skuadrën e Trepçës për fitore, më pas i kërkoi falje fansave të skuadrës Golden Eagle Yllit, pasi që tha ajo çka ndodhi në pjesën e parë nuk ishte e pranueshme, skuadra jon nuk luftoi, nuk bëri asgjë ndaj Trepçës që po luante lojë perfekte, dhe kjo është e papranueshme për skuadrën. Megjithatë në pjesën e dytë disa lojtarë ndruan mentalitetin dhe paraqitjen në fushë treguan diçka më tepër, por nuk ka arsyetime për paraqitjen në pjesën e parë, dhe tha këtu unë jam që ta fitoj kampionatin në skuadrën e Golden Eagle Yllit, të shfaqim lojra më të mira dhe të mos kemi paraqitje të tilla. Për atë tha që gjithashtu na duhet një roster më i gjerë, na duhen lojtarë të rinj, duke marrë parasysh faktin që tashmë Trevor Allen është larguar nga skuadra e Golden Eagle Yllit, dhe trajneri Pako Olmos tha që duhet menjëherë të reagojnë që të kenë paraqitje sa më të mira. E pyeta se pse ndodhi do thot fakti që në pjesën e parë skuadra e Golden Eagle Yllit nuk luftoi ashtu siç e tha trajneri, tha që nuk po arrit ta kuptoj. Nëse do ta kuptoja këtë gjë, atëherë do të ishte faji. Megjithatë këtë nuk po arrit ta kuptoj, dhe tha që jam i lumtur të paktën që në pjesën e dytë lojtarët e ndryshuan mentalitetin dhe arritën të kenë paraqitje mjaft të mirë, pasi duhet të marrin parasysh kjo ligë është shumë e fortë. Të nderuar shikues, kaq nga kjo ndeshje, unë ju falenderoj për vëmendje, ju ftoj që të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion, kurse nga unë Ulpiana, natën e mirë.